Okej. Tani, ka ardhur momenti juaj, miqtë e mi të dashur. 3 opinionistët tanë kanë qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes për komentet e tyre, kritikat, dhe janë komentuar jo vetëm nga publiku i gjerë dhe nga opinionistët e opinionistëve, por edhe nga fermerët, opinionet e tyre janë komentuar nga fermerët dhe nga finalistët për më tepër. Po, ata që janë sot finalistët e edicionit të 3 të Ferma VIP, kanë shprehur mendimet e tyre të sinqerta për 3 opinionistët tanë dhe unë do doja t'i ndalim së bashku. Nëse fermerët që janë aty brenda nuk e shohin të arsyeshme të merren me këtë pjesë pra me fermën, atëherë kot që flasim ne gjithtu. Vendin e parë për Helm e Zen Engji. Sidomos edhe kur të shikon kështu që të fikson me ato sytë që janë sa shbiri luz, po aq elmus. Dani në grupe, ditët që një grup do punoj në stall me kafshët dhe jashtë. Armina, Delia, komplet, stinç pën, stinç tot. Nuk e justifikoj këtë reagimin bazë të Bujakës që nuk kërkon falje. Ai shumë qenj është, i shën ato din ku me prekaj, nuk është ai që shitet. E nisi me një dëshirë dhe një vullnet shumë të madh që shkojnë në agresivitet. Armina është qa me thomë, një farë balene e detit. Sytë e ti nuk ka dashuri, po ka xhelozi për vëmendje. Në përk. Angel, për shembull, gjithkohës me atë shikimi poshtë shumë gjarë, ku të helmonte. Po t'ishe për të ndetë në saptat, nuk do ju në këtë loj ovis. Armina, kur vjen rrugës, hajde të shohim në një video, shohim kush omrena, se për çka ke bo, t'i bim kështu me vesh. Vjen keq që nuk po e njoh më Ilir Shaqirin. Dordo leca aty në mes. Po nxirë, malë se nafti që nxirë. Muzën ndoshta e shoh pak të përfshirë dhe kunët e fermës. Kjo Engji është një vampire që nxjerr zjarr nga syt. Mendoj që Moza është një sfidë për ne. Asnjë burr s'ka për t'ia dalë dot asaj. Kush bëhet aleat me Mozën, futet e koka deri. Aman dhe ky Ermali ka vënë një xhuf ka anash, edhe don që t'luaj gurun. Për të fshehur gjithë djallin që ka brenda. Karakteri i njeriu nuk duket kur fiton lojën, por duket nga mënyra se si zgjedh ta fitoj lojën. Hajde tha, na juftoj gjithë ata të trajnimet, tha, si t'jesh i suksesshëm. Mali mund të motivoj të ri, beqar, që i shkojnë aty më shumë çuna që shkojnë mu gjujt me gocat. E ti kur do të ndryshosh botën e ndryshojnë guximtarët. Aty njerëzit që mendojnë vetëm për të shkojë te shtëpia ime se jam mirë te shtëpia ime. Amen, sister. Për statusin e këtij edicionit të Ferma VIP, duhet të ishin 3 opinionistë të tjerë, pa diskutim. Duke si ato çunat ose ato gocat që shkojnë nëpër klabe dhe lajnë orat me shishet e shampanjës. Rritën fëmijët, Ermali rripon vend, një ngeli fëmijë. Nuk kanë dhënë asnjë arsye të bindshme për nominimet që kanë bërë. Po edhe Armina, shkodra mas bregut. Ne Ilir jemi shok, po unë këtu do bëj profesionistin. Largohet sonte Sara. Se ai gomari që kemi neve, që ja fut kot pollet. Nuk e di se si mana i koltuk aty ku janë të 3 jetë. Ishte i kokër rene dhe i kokër shakaje. Kjo ishte një shakaj, ishte një reng. Ju dua, jeni 3 opinionistët më të mirë. Mos ma ekni followit sa e gore kem duo. Kjo ishte një shaka. Megjithatë, ka diçka gjithmonë. E tha mirë Moza. E ka një të vërtet brenda. Do me thënë, unë e kuptova të Soni që ishte reng, se Soni nuk diti të gënjej, nuk diti të jetë negative, se Deni Farpike i besova shumë mirë ato që thanë, paktën për mua. Në fillim nuk dukeshin fare miqësore. Jo, nuk ishin miqësore, po nuk është që se besoj ato që tha Moza dhe Iliri, se në një farë forme e kanë shprehur dhe gjatë bisedave të tyre dhe atë ditë që isha brenda, besoj dikush e ka dhe të mbartur atë opinion ndër vite, kështu që të mbartur ndër vite dikush. Arbana Arbana po na interesonin edhe opinionet e vërteta. Ka thënë pra janë shumë të mirë. Përveç me dhe Arminës, gjitha gjërat për Engjëllin ishin të sakta. Ishin të drejta. A ka ndonjë tjetër nga ishfermerët që do të bëjnë një koment për opinionistët në kuadrin e Zhaku, hajde Zhak. Angel është shumë objektive, më pëlqen shumë mënyra si argumenton gjithë gjërat. Ermali është shumë i zgjuar, inteligjent, me botë edhe do të ruaj ekuilibrat dhe bën shumë mirë dhe na jep një mësim se si funksionohet në shoqëri. Kurse Armina është një kontesht që unë e dua shumë, që përveç se është një zonjë në
rolin e saj si designer e tjera dhe më pëlqen shumë produkti që a bën, është edhe një zonjë në mënyrën si duhet të sillim edhe të flasim në publik. Duhet ta fitonte Pra unë Zhaku. mendoj që janë janë të tre fantastike edhe ju keni qenë fantastik. Ti një herë, domethënë meriton një vlerësim shumë të madh. E nxori rulin Zhaku për juve. Jo, me vërtet mendoj që duhet ju bëj një falënderim sepse edhe ty dhe Olta Ze Eduardit edhe të gjithëve, edhe fermerëve ka qenë përvoja më e bukur e jetës sime, faleminderit. Super, mirë, me këto fjalë të bukura, po e mbyllim të bllokun, dua të bëj një lajmërim dhe një falënderim njëkohësisht, sepse nata e sotme nuk do të mbyllet me shpalljen e fituesit të Ferma VIP, por festa do të vazhdoj. Për të kurorzuar një sezon plot me emocione dhe suksese, Cinco Group do t'i ofroj finalistëve, protagonistëve të spektaklit dhe të ftuarve VIP mundësinë të festojnë në Magic Club, një nga adresat më prestigjioze të jetës së natës në Tiranë. Kjo natë merr një rëndësi të veçantë dhe si hyrje në sezonin veror pasi me 20 qershor, Cinco Summer hap zyrtarisht dyer për një verë plot energji, argëtim dhe eksperienca të paharrueshme. Kështu që pas spektaklit ne do shkojmë të kërcejmë dhe të kënaqemi.